Ju keni thënë që me njohjen e pacientit ju jeni munduar ta ktheni në shëndet. Sa të rëndësishme janë marrëdhëniet doktor-pacient? Shumë. Pacienti duhet ta shesh tamam në të shenjën e vet si human. Jo vetëm një objekt që tipo po përfiton qoftë për i vizit, qoftë për i procedurë, është kompleks, është njeri, me njenja, me psikologji, me shpirt, me familje, e duhet trajtu si tillë. Si që tash edhe më parë, çdo pacientit japat rëndësinë e vet. Sa do kompleks ose i thjesht jetë. Nëse ai ka ardhur e ka marrë kohën për marrë me të pa, ti duhet me i dhanë kohën për me i shërbye me ato ankesa që ka. Po raportet ndërtohen në vite, e mohen për kohë gjatë. Ka pacient që e maj mend pacientin e parë që e shoh hala edhe sot. Vazhdimisht bëhesh për herë më busy, si me thonë, në profesionin që baj, ka shku një pikë që shumë shpejt nuk e dija asa mune me pa pacient atëri. Kjo është i gjë e mirë edhe e keqe në njëjtën kohë, se njeri don për herë me nimu njerëz që kanë nevojë, por kështu edhe si me thonë, marrim doktoratri, i trajnojmë, por të shku mrapa në përpyetjen që i bane, raporti mjek-pacient shkon për te profesionit. Është nivel human. Kur pacientit të beson, e njeh si tonin. Marrin prej spitalet të tjera, se njerëzit udhtojnë. Marrin prej Floridës. Për shembull, shkon i pacienti jemi se gjatë muajit të dimrit shkojnë në vendet e nxehta, edhe përfundojnë në spital, edhe nuk pranojnë me hi një procedurë ose me bë një ndërhyjje pa fol mjeku për shembull me mua, që jam kardiologu i tij, në mënyrë absolute. E kjo do me thonë shumë se sa të beson një pacient, sa vlerësim ka ai për ty. Doktor, një informacion të shkurtër. Sa përqind zë smundja e zemrës në smundjet e përgjithshme sot në jetën e përditshme? Smundjet kardiovaskulare, sidomos në vendet avancume, janë shkaku numër 1 i vdekjeprurës, më tepër se edhe kanceret. Kjo përfshihet infarktet, smundjet e zemrës, strokes, pra iktuset cerebrale, smundjet vaskulare, që njerëzit që humin kam, ashtu fillon ajo. Pra janë dominante, kërkesa është jashtëzakonisht e madhe. Edhe më tepër në vendet e avancume, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos kjo Midwest area. Po pse ndodh kjo? Po shumë ka të bëjë edhe me mënyrën e jetesë. Me mënyrën e jetesë. Të ushqyet? Po patjetër, ushqimit, kujdesja për vetveten. Po mënyra e jetesës çfarë do të keni parasysh? Po transishme janë me kujdes për shëndetin tanë. Pra ushqimet janë shumë të rëndësishme në smundjet kardiovaskulare, me fjet, orarët e gjumit janë shumë të rëndësishme në smundjet kardiovaskulare edhe të neuropsikiatrike. Pesha, mi pesha, ushtrimi aktivitete fizike, pra tonë kjo është një disiplinë që ti duhet me njek, edhe kujdesja është mu pa sa më herët, pra prevencioni është trajtimi më i mirë. Këtu në Amerikë na jena të shkëlqyshëm me bën ndërhyjje. Po sistemin preventiv ka përmirësu, sidomos në smundje vaskulare. Ta shoh edhe pacienta të ri që më thonë, shef, unë jam mirë, as kam dhimbje, as kam asnjë gjë. Po jam 40 vjeç e i mat më ka vdek 41 vjeç për shembull. Çfarë tjetër mundem me bëj që unë me mu mënu që mos me pas njëjtin fat, si me thonë. Alkooli, duhani, si thash edhe herë, dietat,
gjumi, stresi, s'ka jetë pa stres, po edhe mënyra se si ti e trajton stresin jetën tonë ka shumë të bëj. Stresi s'duhet asnjëherë që me overcome, me kenë principal janë jetën tonë. Ka rrugë të shnetshme me përballu stresin. Jo cingaren, i thon pacienta, jo thot po mban mirë me stresin. Po ban mirë edhe sa herë të vjen me pi cingaren, i them hipe bane i vrap në treadmill. Tana kjo është një bashkësi që mundesh me bë më të mirën për tonë. Tjerat janë shumë të bëjnë në smundjet kardiovaskulare është gjenetika. Pra nëse ke smundje të zemrës në moshën e re në familje, këto duhet të kenë shumë kujdes, se gjenetika ka shumë të bëjë, sidomos nëse është nën 50 vjeç për meshkuj e dikun 55-60 vjeç për femra. Po, këtu e kisha një pyetje të veçantë, planifikuar apo erdhi tamam biseda ashtu si duheshe. Këta që janë me smundje gjenetike, pra trashëguror se të marrin parasysh për prindit që kanë prindit ta kenë edhe fëmijët. Shkenca aktualisht, juve praktikisht, kur e dini që një fëmijës i ka vdek babai 40 vjet ose edhe ati ka vdekur gjyshi 40 vjet, a ka shanse që jeta e këtij personit ta kaloj këtë traditë? Po ka disa nga smundjet gjenetike për shembull janë të kolesterolit, që janë njoftëna, që ka mjekime për atë punë. Pra mjekimet tradicionale që janë këto statinat për shembull, për me ta ul kolesterolin nuk ta ulin as sa duhet. Kolesteroli i tyre mund të jenë 400, 500. Janë shifra 3-4 fish i normales. Edhe sidomos këta janë ata pacientat që u bjen infarkti në moshë 3. Edhe nuk janë as mbi peshë zakonisht, janë të whole fizikisht, janë fit. Por nëse ti nuk shkon me marr si më thon, nuk shkon herë te mjeku që në mënyrë të preventive me ta gjetë problemin, po erdhe vonë, thash edhe herë, nuk ndryshohet trajektoria e smundjes, duhet herë. Kryesisht e kisha për zemrën. Pikërisht, po se zemra, kolesteroli e zemra janë shumë të lidhuna bashkë, se pllaka që shkakton infarkt e kolesteroli pa kontrolluar është një arsye kryesore. Smundjet e zemrës që janë këto gjenetike, po ka gjithë ato. Janë sidomos ata atlet të ri për shembull që e një gjën futbollistat në rastin tonë që e kena sportin e preferuar që bien në fushë siç janë të luajt. Këto janë smundje gjenetike që trashëgohen me 50%, si quhen hypertrophic cardiomyopathy or Trajtimi juaj është gjithmonë i suksesshëm? Nuk smundja është smundje, por ama mundesh me preventu që ata mos me dek suddenly, mos me dek shpejt si çunolli prindve të tyne, si më thënë. Po, ka teste që i bëhen, që ti mundesh edhe me ja u bën diagnostikut fëmijëve qysh në moshë 3. Mundet me të vu defibrillator për shembull, që nëse të noll ambient që ti je vetëm, të paktën me të pru mrapa në jetë. Ka trajtim e ka prevencion. Por ama duhet që këta të vinë të mjeku që mu pas, dhe po se erdhen për fat keq, nëse e kanë trashëgu gjejen e smur, rrezikshmëritë janë po të larta. Teknologjia, shkenca zhvillohen për ditë, ndryshojnë gjërat. Si mundeni juve që t'jeni i përditshëm në punën tuaj? Si thash edhe herë, zanati i mjekut është nëse e mendon se ke marru me të mësu me mjekësi, nuk ke gjën të rrezi për mendimin tim. Se është një shkencë në evolim, të vazhdueshëm, qoftë nga literatura, qoftë nga teknologjia. Unë personalisht sot jam zotroj 6 borde, pra board certified në 6 fushat ndryshme. Edhe secila nga këto duhet me i majt. Ka ato testimet e veta që i varet, e zgjell, do me i bon çdo 10 vjet, do me i bon çdo 5 vjet, ose çdo 3 muaj. Pra ti ndajnë
këto testimet. Edhe çdo bord ka ato revistën e shkencës të vet, që për çdo muaj më vjen të shtëpia, si më thonë. Edhe i kushtoj i gjys ditët në muaj, që ulem në ofis edhe i shoh tana studimet e reja, mu avangarde, se duhet me, si shtash edhe herë, arritja e suksesit është e rëndësishme, po duhet me nejt e me majt atë sukses që me vazhdu që të shërbesh më mirë pacientave t'ju. Masani ka konferenca nacionale, internacionale, bëjmë konferenca në Michigan, unë po ashtu jam edhe pjesë e fakultetit të trajnimit të kardiologëve të ri. Ajo vetë të man të azhurnum, se ti nëse do me mësuj mjek të ri, ti duhet me i di gjanat. Më kujtohet për herë një mjek i profesor jemi që i thote ti gjane përvetëson taman nëse i zoti më mësu dikuj tjetër. Atëherë e din taman që e ke mësu, si me thonë. Prandaj është një fushë që vazhdimisht evolon e duhet evoluosh edhe ti me ta, të adaptohesh. Doktor, juve vetë si person keni patur edhe vështirësitë tuaja. A keni në një kujtoni në një vështirësi edhe si keni kaluar atë gjithmonë në profesion? Hapat më të vështira kanë hapat e parë. Se domosdo adaptimi profesional apo jo, edhe vetëm ardhja këtej kulturë tjetër, kishte ato vështirësitë e vera që të ndikon nga ana psikologjike. Po hapi i parë më i vështirë s'ken konvertimi, si me thonë, diplomës me mu fut në rezidenci. Aja kanë pjesa më e vështirë. Çdo hap ka pas atë vështirësinë e vet. Si me thonë, por trajnimi i mjekësisë mbrëmshme, pra futja në sistemin e trajnimit amerikan është kanë më e vështira. Nërsa ka ona profesionale, si me thonë, thash edhe herë, ka raste jashtëzakonisht vështira, por trajnimi i mirë që unë kam bërë, sidomos viti New York është kanë një vit i jashtëzakonshëm për mua. E ishte biles më kanë vlerësu jashtëzakonisht shumë kur isha në New York, që kisha dashur m'ja theksu se ti vlerësimin e shef kur një vend që ti trajnohesh e duhet me të mojt. Do me thonë që të vlerësojnë si njeri. Edhe ka ona profesionale kur i ka prej New Yorkut, nuk neta, me thonë, erdha në Michigan, kisha me thonë është ka ona profesionale, është një zgjidhje shumë e vështirë, se e kisha karrierën shumë më të thjeshtë si kur kisha nejtë. Nërso, prap, Michigan me New Yorku nuk janë naltë, po atje të njoften u afirmove, po të ofrojnë, që me thonë, me vazhdu, me ungrit nga ona profesionale, por tonë familja ema është në Michigan. Na tonë si fëmi kena sakrifiku me ken offer njëri tjetërit, me ken offer me pas print me ne, mu bash në përfundjava. Edhe afirmimin Michigan edhe këtu është kanë i vështirë, si me thonë, mas si u ktheva mrapën, por puna e neshme, puna e vazhdueshme, sinqeriteti, kam ngulja, ta na shpërblehen.